O që qatë, më gjeti më i graç, më gjeti. Bëni kujdes juve, kur flisni me burrat. Se kemi neve kështu të fiksuar që burrat edhe kur flasim me gratë na i vën veshin fare se çfarë themi. Edhe broç shkollisim shumë gjëra, po këta janë si fëmijët moj. Keni parasysh fëmijët lozin edhe kur flet në një gjë që ka të bëjë me ata tak e ngrën kokën, e ndërpresin lojën edhe flasim për bisedën që jetë duke folur. Kështu dhe burrat. Qa intereson, e regjistrojnë këta. Po, edhe pastaj, tak, kur vin momenti, e të regojnë që e kanë pasur vëmendjen, kanë qenë të vëmendshëm. Kështu më ndodhi mua që thatë ju e si gjithmonë unë broç shkollistem gjëra, qa ka ndodhur dhe je. Një ditë po i tregoja që një nga shoqet e mia që merr pastruse, ishte në sikletë e shkreta, thoshte kjo pastrusja ime e pastron shumë shpejt shtëpinë. Nuk jam e sigurt që e pastron mirë ajo apo jo. Edhe unë tani po i thosha burrit pa e shoqja. Qysh e bën këtë pyetje kot njërë, thash unë këtia. Se mjafton të lësh një nishan aty te rrëz e krevatit, tek cepi divanit, në ndonjë në këto bufet. Nishanin e kemi fjallën për në një beturin të vogël. Edhe kur mbaron pastrusja thot mbarova shtëpinë, ti vete të kontrollon pikërisht të cepat që ke lënë atë nishani. Kështu do e bëja unë, thash burrit, po të kisha pastruse, kështu do bëja dhe nuk e kuptoj atë pse se bën, po unë nuk mund ta sugjeroj tani, se është për e saj, thash. Edhe burri që vetëm buzëqeshi nuk reagoi, thash unë si kushto e rëndësi fare ky se mori vesh çfarë thashun. Kur që thatë juve, di e fshiva shpinun, e më thot burri, më thot ma qa bëre sot gjithë ditën, po ja, i tha më fshiva shpinë, bëra punë të shtëpisë, se fshiva shpinë, tha. Po e fshiva, mor, thashun që se fshiva. E fshive të gjithën, tha, i që ke lodhur, po mor burr, thashun, jam lodhur, ore, se me atë fshesën sa do që i kemi ne kështu elektronike tani. Prap se prap të lodhin se futur në krevat, futur në koltuqe, aty në bufera, do s'do, ullu ngriu të këputet mezi. Kër, tha burri, më nuk duket që e ke pastruar aq mirë ti. Pse, thash, nga e kupton ti burri që se kam pastruar aq mirë? Tak, vajti tek cepi koltukut, ky kishte lënë një nishan, ky në ato nishan që ndërroja unë t'ja vija pastrusës, nuk kisha ndërruar unë t'ja vija vetes. Ç'bëra që u bëfshala mësh. Kur e pash atë nishanin ati u bëra, ty mu bëra. Po mirë o burri, thash. Mirë pastruse që s'po merr, po tani s'do më lësh rat, do kontrollosh edhe cepat edhe ti, thash, a? Se mos më paguan ti për punën që bëj unë këtu. Unë fala se bëj ti ç'ke. Vete më vë mua prova tutje tu, thash. Po jo, tha se vetë më burrësh jam lodhur, jam kaputur, për këtë e kam, tha. Ashtu, thash. Kur të kërkoj në një gjë për të blera, për në një pushim, bën sikur se ke mendjen ti. Edhe harron, kurse për këto budallaliqe tash, unë ta ke mbake mendjen ti dhe i bëke në praktikë, mu bëm shkurban të qenit më boshi, thash. Që më gjeti, mi që s'të ndihmon në shtëpi, ore. Tani më hap probleme, më vë dhe nishane sa ndej këtej. Kështu që sot kur e fshiva shtëpinë unë, e fshiva cep më cep, erdhin çik vërdall, si ata që me erë kur shikojnë. Se mos gjejnë gjë. Nuk gjeti gjë, si duket sot i ka pa gjitha nishanet unë. Po tani mu bë merak, ore. E kuptoni qa i kam bër vetës unë që u bëf shalëmësh, a? Tani rri sa da her da marrë shesën unë dhe them ku do ta ketë lënë ai nishanin sot? Ç'më gjeti. A është halli i madh. Ju e mini me të qeshur juve, po është halli i madh. Po s'deshi fati, ore, të zija unë në një dorë lekësh duke kapur në një bilet lotarie kështu fap. E ta mblida mendje të mirja pastruse dhe unë. Jo. Tani këtu do voj unë me nishanet e burrit. Ç'më gjeti, mua qyqe ç'më gjeti. Nejse, si që u dash porosiun ju gra, kujdes një kur flisni aty edhe çfarë thoni, se i regjistrojnë këta, more, janë të papam. Unë tani do iki, do ju lë të gjithave ju, vazhdoni me pjesën tjetër të ditës, duke ju uruar
një ditë sa më të bukur, edhe duke ju dhënë një këshill, siç u jap gjithmonë këshilla unë, mos harroni të ndiqni videot e Zymbylles që poston pothuajse çdo ditë, herë me humor, herë në një video shumë me seriozitet, nga hallet e nga vojtjet tona. Po gjithsesi, ai qëllimi im kryesor është të bëj pak humor me juve. Kështu që po ju lë tani Zymbyllja, duke uruar të kaloni sa më bukur, dëgjojmë një video të tjera. Mirupafshi bashk.